Zonja dhe zotrinj, përshëndetje dhe mirë se vini në intervistën e mbrëmjes në UTV News. Unë jam Alen Xhelili, të ftuar në studio kam zotin Artur Roshi, kryetari i Partisë Balli Kombëtar Demokrat. Faleminderit zoti Roshi që pranuat ftesën. Faleminderit për ftesën. Rreth një javë më parë, Balli Kombëtar Demokrat zhvilloi në Tiranë një konferencë ndërkombëtare me temë konservatorizmi modern evropian, evoluimi i kësaj filozofie dhe roli i saj në riorganizimin e të djathtës shqiptare. Por fillimisht le të ndjekim një pjesë nga fjalimi juaj i asaj dite, vijojmë më pas me bisedën në studio. Sot është momenti që partitë politike shqiptare të krijojnë profilet e tyre funksionale mbështetur mbi filozofitë e caktuara politike të cilës ato i përkasin. E djaththa shqiptare nuk mund t'i shmanget këtij rregulli të gjetjes së vetvetes. Pas një ecjeje të gjatë mbi 20 vjeçare, e prir nga interesat e momentit, sot kur koha kërkon riformimin e saj, duhet të hedhë syt drejt filozofisë të së djathtës konservatore moderne europiane. E djaththa shqiptare nuk mund të anashkaloj filozofinë konservatore, e cila ka shërbyer si themel i predikimit të partive të djathta në botë. Pra, konservatorizmi është një gjendje e të menduarit, është një karakter i bindjes së i qëndrueshëm, është një mënyrë për të kërkuar rrugë civile shoqërore. Duke qenë i tillë, konservatorizmi nuk ka ngelur një projekt abstrakt dhe as një ekstremitet i dështuar social-ekonomik, por është kthyer në ikonën e bindjes së jetës së përditshme të qytetërimeve më të përparuara të Europës dhe të botës moderne. Dhe kjo bindje ka ardhur si rrjedhoj e vazhdueshmërisë historike dhe ekonomike të njerëzit, duke e pasuruar me një udhëzues të saktë politikën dhe politikanët për projekte ekonomike, sociale, për një stil të tërë jetese. Me pak fjalë, politikat konservatore janë të vetmet që vinë dhe rivinë në tregun politik me një manual të qartë për të provuar se ato është një manual i qartë i pagabueshëm përdorimi. Jemi rikthyer në studio. E vërtetë është zoti Roshi që pas rezultatit të 23 qershorit, ajo që është thënë nga eksponent por dhe figura kryesore të së djathtës shqiptare është fakti që Partia Demokratike dhe djathta në tërësi duhet të riorganizohet pas rezultatit në zgjedhjet e 23 qershorit. Por përse mendoni se riorganizimi duhet të kalojë nga konservatorizmi modern? Të paktën po flas për forcën tradicionale që unë përfaqësoj, vetë që në formësimin që në kryet herës, Mithat Frashëri ka përshkruar në gjithë veprimtarinë e tij të ideve politike që ka hedhur në historinë politike të vendit tonë, e ka karakterizuar në mënyrë të strukturuar dhe në fryma e parimeve konservatore. Do marr shembull që nacionalizmën shqiptare të krijuar nga Mithat Frashëri dhe bashkëpunëtorët e tij në 1 prill të vitit 1939. Në një nga pikat e saj, po në gjithë frymën e saj të nacionalizmit shqiptare, është e vetmja nacionalizëm, jo vetëm në Ballkan, por edhe në gjithë Europën, ku mbështetet mbi fqinjësi të mirë dhe mbi një respekt reciprok midis fqinjësh. Ndërkohë, është një nacionalizëm pozitiv, është i vetmi i orientuar drejt perëndimit, është i vetmi nacionalizëm që predikon atë dashuri në kufirin e predikimeve që bëjnë gjitha partitë konservatore moderne europiane për vendet e tyre. Vi mëtej me dekalogun e organizatës së Ballit Kombëtar, në disa nga pikat e dekalogut, Mithat Frashëri përsëri është mbështetur në parimet e konservatorizmit modern europian. Konkretisht, në një nga pikat, në pikën e dytë për shembull, thuhet ne luftojmë për një rend demokratik, ne luftojmë për një vend ku të kemi lirinë e mendimit dhe të fjalës, ne luftojmë për një vend i cili ngrihet mbi vlerat e individit, ne luftojmë për lirinë e pronës. Pra gjitha këto janë parime konservatore. Vim ke definicioni të ngritja e Partisë Ballit Kombëtar Demokrat jashtë Shqipërisë 145-ën me një program të qartë mbështetur mbi parimet konservatore. Konkretisht, luftojmë për një rend shoqëror të lirë dhe të drejtë, luftojmë për forcimin e familjes, kanë qenë pikat e programit, luftojmë për lirinë e pronës, luftojmë, punojmë
në programin e Po pse partisë. ishni paralelizëm edhe me situatën aktuale, sepse dakord, nëse ju mbështeteni tek filozofia Mitat Frashërit i përket viteve më parë, përse i gjeni sot idetë e Mitat Frashërit ende koherente dhe me bazë Po sepse shiko, parimet e konservatorizmit, një nga pika, theksin e vendosin ke historia. Leximi i mirë i historisë të ndihmon për të hecur, për të korrigjuar veten, për të parë ku ke qenë dhe për të ditur ku shkon. Në këtë kontekst, në filozofinë konservatore, nuk shikohet historia si një mënyrë për të kthyer kokën mbrapa, por për të studiuar të tashmen, për të parë se çfarë mbart e tanishme nga e shkuara. Ky është koncepti për ta. Kështu që në këtë kontekst do të thoshja se është e rëndësishme tradita dhe sidomos Partia Tradicionale e Ballit Kombëtar Demokrat nuk sjell në tregun politik shqiptar vetëm thjesht traditën, vlerat e traditës shoqërore, vlerat e traditës politike, historisë politike të vendit tonë, por sjell edhe vlerat e tashme të kohezionit politik të ditës. Është një parti politike që do ta quajë nëse do ta quajë është një mekanizëm, se çdo lloj një mekanizëm i dhënë, për shembull thuhet në filozofinë konservatore, nuk ka rëndësi sa i vjetër është. I rëndësishëm është që ai është në vazhdueshmëri për të funksionuar dhe është jetik për jetën e qytetarëve dhe për përfitimin e njerëzve në rrafshin shoqëror. Sa e vërtetë është që balli nuk kemi një parti të vjetëruar, por kemi një parti me ide të vjetra, me themele në historinë politike të vendit tonë dhe sigurisht modeluar të sjellë në kontekstin kohor që jetojmë. Sa e vërtetë është që Balli Kombëtar Demokrat është parti social-demokrate, pra e majtë e moderuar? Nuk ka lidhje me këtë. Ato që kanë idera të tilla bazojnë vetëm ke dekalogu po dekalogu është i organizatës së Ballit Kombëtar. Organizat do të thotë që ka njerëz me bindje të ndryshme politike brenda saj. Filozofia e organizatës ishte vetëm çështja kombëtare dhe lufta kundër fashizmit. Këto dyja që janë shtyllat e kësaj organizate, pra nuk është një parti politike. Dhe në këtë kontekst ato bazohen tek një dy pika të këtij dekalogu që kanë të bëjnë thjesht me shpërndarjen e tokës, por edhe shpërndarja e tokës, e forma që presupozoj nuk është e forma agrare që u bë gjatë viteve diktaturës, por bëhet fjalë për një ndarje të drejtë të tokës sipas në situatën që flasim, që nuk ka lidhje me këtë reformë agrare. Ajo është thjesht ndarje tokës shtetërore, po jo tokës private, sepse ky është ndryshim. Reforma agrare bëri ndarjen edhe tokës private dhe shtetërore sipas në vitet e regjimit diktatorial, ndërsa filozofia e dekalogut ishte vetëm toka shtetërore të ndahet në mënyrë barabartë për përfituar gjithë shqiptarët dhe për të patur një start në vitet e ardhshme të sistemit kapitalist. Ky është Ju thot për filozofinë e Mitat Frashërit bazohet tek nacionalizmi pozitiv. Çfarë të mirë është i kanë ardhur Shqipërisë nga të qenurit një vend me nacionalizëm pozitiv? Ne kemi fqinj një tanë cilët herë nacionalizmin e kanë kaluar deri në ekstreme, për mos thënë deri në ekspansion, sërish janë me standarde më të larta se Shqipëria, sërish janë më para Shqipërisë në standardet për sa i përket afrimit me Bashkimin Evropian. Po, pra, kjo tregon që nuk janë nacionalizmat ato që stopojnë zhvillimin e një rendi shoqëror, aq më tepër në Shqipëri që kemi një nacionalizëm në kufit e një patriotizmi, nuk kemi nacionalizëm do lloj ekstrem ekspansionist, kemi vetëm thjesht një dashuri që e bën çdo parti konservatore në botë, në Angli, në Amerikë dhe kudo që të jetë në vendet e qytetërimit evropian. Kështu që nuk se ka sjell ndonjë gjë negative besoj në zhvillimin shoqëror të vendit, përveç se paragjykime dhe luftës që ka patur nga kundërshtarët e saj politik, sepse përballë ka patur Partinë Komuniste e cila kishte qëllim vetëm marrjen e pushtetit, nuk kishte qëllim çlirimin e vendit, siç kundër thuhet nga historia që kemi mësuar. E vërteta historike është krejt ndryshe, megjithatë kjo nuk është temë e ditës sot. Po, pas daljes në opozitë keni qenë shumë aktiv, zoti Roshi, si shpjegohet? Të qenurit aktiv më karakterizon si natyrë, jemi natyrë sistematike, edhe për gjërat që marr përsipër dhe në punët e mia.
besoj se ka ardhur momenti që Balli Kombëtar Demokrat duhet të tregojë që është merr përgjegjësi përsipër, është në gjendje të japi, të hedhi idera të reja në skenën politike të së djathtës shqiptare, të marrë pse jo rrisjet e opozitës, të jetë këmbgulës në të bërit të opozitës me argumenta, me fakte konkrete, jo me retorika boshe, për të bërë një alternativë të gjithë pranuar të gjithë opozitës, mbështetur me filozofi konkrete dhe jo thjesht mbi interesat e momentit, siç kundër kemi rendur për gjatë këtyre 23 vjetëve. Pra, ka ardhur momenti që çdo parti politike të ketë profilin e saj të qartë, filozofinë mbi kë mbështetet dhe kujt i përket. Kështu që Balli Kombëtar Demokrat në këtë kontekst është duke punuar dhe duke qenë pranë. Cili është konkretisht profili juaj dhe sepse deri diku më i zbet ka qenë roli, nuk e di, nëse unë jam gabim ju ma korrigjoni, por deri diku më i zbet ka qenë roli gjatë 4 viteve të qeverisjes së shkuar edhe për disa arsye tjera. Ka qenë koalicioni me Lëvizjen Socialiste për Integrim, e cila u bë parti tjetër e rëndësishme e mazhorancës qeverisë. Ka patur aleat si zoti Mediu, aleat tradicional të Partisë Demokratike dhe pak më në hije ka qenë Balli Kombëtar Demokrat. Ndaj dhe unë ju pyeta që për sa i përket këtyre 4 viteve opozit, cili do të jetë profili juaj dhe çfarë ju dallon nga Partia Demokratike konkretisht? Së pari na dallon filozofia. Filozofia politike. Janë parimet konservatore, ato që ne po mundohemi ti alokojmë, si thosh, në politikën shqiptare. Partia Demokratike është një parti e qendrës dhe qendrës djathtë, pra ka një filozofi liberale, krejt ndryshe nga kjo jona, por do të thosha konvergjimi të dyja këtyre filozofive mund të jepte një produkt politik serioz për të marrë një besim të shumëpritur tashmë nga opozita për një kohë të shpejtë nga gjithë shqiptarët, duke patur përballë një mazhorancë që nuk përfill interesat e qytetarëve. Kështu që gjykoj se Balli Kombëtar Demokrat do të jetë një parti energjike në spektrin politik të së djathtës dhe do të jetë jo vetëm do të ketë një konsekuencë në qëndrimet e saj, në raport edhe me të shkuarën tonë historike, por më shumë në raport me të ardhmen dhe me vizionin që ne kemi për zhvillimin e vendit tonë, për prosperitetin e kombit tonë. Përsa i përket të shkuarës, ajo është dëshira juaj. Kjo është dëshira juaj, ky është vullneti juaj dhe energjitë thoni nuk i mungojnë, qoftë personalisht, qoftë si forcë politike. Nga krau tjetër sa besoni se do t'i gjeni dyert hapur nga sigurisht dhe nuk e vën dyshim, por nga krau tjetër sa mendoni se do t'i gjeni dyert hapur tek Partia Demokratike tani më me leadershipin e ri dhe në pritje të strukturave të reja drejtuese. Shiko, së pari ne është puna. Unë besoj ke puna që bëjmë, është puna jona ajo që evidentuese. Nuk është thjesht marrëdhënia me Partinë Demokratike. Marrëdhënia pastaj është një funksion që vjen mbasi ne kemi një platformë të qartë, kemi të ngritur në mënyrë strukturale një program të qartë, kemi një punë intensive, me energji, me ide, dhe rrjedhoi e kësaj pasaj vjen bashkëpunimi me Partinë Demokratike. Sigurisht gjykoj se bashkëpunimi me Partinë Demokratike është çelësi i suksesit jo vetëm në raport me Ballin Kombëtar Demokrat, por çelësi i suksesit për gjithë opozitën. Të bësh politik duhet të jetë një funksion i çlirët, racional dhe jo thjesht një qenie statike. Pra partitë nuk duhet të jenë qenie statike. Ato duhet të jenë të lirshme në mënyrën për të bashkëvepruar me njëra tjetrën, sidomos me aleatët, bëhet fjalë edhe të tjerë përveç Ballit Kombëtar Demokrat. Shpresoj sigurisht që leadershipi i ri i Partisë Demokratike besoj tek vizioni i tij, do të rrisi bashkëpunimin jo vetëm me Ballin Kombëtar Demokrat, që ka një domosdoshmëri. Partia Demokratike deri më sot e ka rrëmbyer këtë bashkëpunim nëpërmjet besimit që është drejtuar drejt saj si forca kryesore determinuese
qofte mazhorancë, qofte opozitës, po për shkak të mënyrës se siç e doi sistemi komunist pra mas viteve 90. Në këtë kontekst, për 23 vjet me radhë, njerëzit tani janë qartësuar, kanë fiksuar mendjet e tyre që pronat nuk i marrin më dot nga Partia Demokratike, janë fiksuar mendjet e tyre, i shpërndjekurit nuk integrojnë më dot interesat e tyre vetëm thjesht nga Partia Demokratike. Forca, shtëpia e tyre politike është Balli Kombëtar Demokrat. Nëpërmjet kësaj, ata do t'i bashkangjiten këtij koalicioni. Dhe gjë që vjen vetëm nga produkti i bashkëpunimit. Partia Demokratike si parti e qendrës dhe qendrës djathtë, sigurisht duke qenë që është një parti e madhe, ka shtresa të tjera shoqërore që vinë apo nuk vinë nga tradita të djatha të viteve para 90-s. Kështu që në tregu politik duhet të jemi të qartë, transparent për atë çfarë përfaqësojmë. Çdo parti politike duhet të thotë qartë, unë përfaqësoj qoftë edhe një gjë, mbroj qoftë edhe një ndalemi pak këtu. Çdo forcë politike duhet të ketë profilin e saj, thoni ju, dhe duhet të bëj publike, të ketë një program dhe një platformë qartë me pika strikte se cilin target group përfaqëson apo cilën pjesë shoqërisë përfaqëson. Brenda opozitës tani më, a ka parti politike cilat nuk kanë profil të qartë edhe në gjykimin tuaj janë parti që grumbullojnë vota atje këtu, por jo një ideologji të qartë? Unë gjykoj që është një nevojë për çdo kënd, për çdo parti politike, dhe në këtë kontekst Balli Kombëtar Demokrat ka filluar të veprojë. Por nuk më takon të përcaktoj se çfarë qëndrimesh duhet mbajnë aleatët. Unë i respektoj si aleat dhe vetëm kaq mjafton për mua. Për aq kohë sa ju hidhni idenë që partitë duhet të kenë profilin e tyre, ndaj dhe u pyeta, a konstatoni partitë cilat nuk kanë një profil të vetin politik apo ideologjik? Nuk besoj që i shërben kohezionit. Besoj që vetë iniciativa e Ballit Kombëtar Demokrat nga kjo iniciativë duhet marrë një indicio dhe besoj kjo është detyra që duhet bëjmë në politikë edhe për krah njëri tjetrit. Të marrim indicio nga njëri tjetrit, të ngacmojmë mendimin e njëri tjetrit, t'i vëjmë ato në kohezion të plot edhe t'i kthejmë produktive për të thyrë në një alternativë serioze gjithë alternativën e opozitës, të fortë, konkurruese, të besueshme nga shqiptarët. Ky është qëllimi. Gjatë një tjetër interviste ju keni deklaruar se Balli Kombëtar Demokrat do të shtrihet edhe më gjerë dhe do të krijojë bashkëpunime edhe me simodrat e saj në vendet e Bashkimit Evropian. Cila është pesha e simodrave të ballit në Europë sot që flasim? Ne sigurisht kemi filluar, siç kundër keni ndjekur zhvillimet e konferencës, ne kemi patur eurodeputeten Poli Bortonen nga Poli Liris, nga Zonja në Kraunti, senator Oreste Tofani, këto i përkasin Polit Liris, një farë një parti si motere jona në Itali. Është hedhur një ide që edhe partitë konservatore në Europë duhet të kenë ashtu siç kanë partitë popullore, ashtu siç kanë partitë e majta, duhet të kenë një union të përcaktuar, ku duhet të marrin pjesë, të antarësohen. Në këtë kontekst, edhe Balli Kombëtar Demokrat nuk do të ngelet mbrapa, mendimin e miqve tanë italian, do të shtrim bashkëpunimin edhe në vendet tjera të Europës, si në Francë, Austri dhe në vendet tjera të zhvilluara. Sigurisht nuk flas për forca thjesht të krahut ekstrem, ne flasim për një konservatorizëm, për shembull në Itali ka ndryshuar, vërtet ka një histori Aleanca Nacionale nga vjen, por qëndrimi i saj është një djathë sociale, ka një karakter social të dëshiruar nga gjitha djathat në Europë. Balli Kombëtar Demokrat ka një fizionomi edhe për shkak të shkuarës, por edhe për shkak të problemeve të ditës që ka Shqipëria sot dhe programin që ne të platformës që ne kemi qartësuar tashmë. Ka fizionominë e vet, ne jemi një parti konservatore e djathtë e mirëfillt, jo ekstreme, nuk kemi të bëjmë me ekstremet, por sigurisht u mbahemi parimeve të konservatorizmit, u mbahemi fort. Ndalemi pak tek situata politike. Personalisht, ju dhe Balli Kombëtar Demokrat keni bërë një analizë për rezultatin e zgjedhjeve të 23 qershorit? Sigurisht që kemi bërë, jo më larg se një muaj mbas zgjedhjeve, është mbledhur kryesja e partisë, ka diskutuar për rezultatet,
nuk ka qenë një rezultat i kënaqshëm, sigurisht jo vetëm E pranuat si rezultat apo keni edhe ju dyshimet tuaja në lidhje me drejtimin e votës, e quajmë kështu? Që votat që janë hedhur për ballin Kombëtar Demokrat janë numëruar apo jo? Absolutisht që rezervat, ne kemi rezerva objektive, nuk jo si të gjitha partitë politike mund të thonë që vota nuk ka, besimi qytetar nuk ka shkuar në kutinë e duhur e kështu me radhë, po Balli Kombëtar Demokrat ka rezerva objektive në këtë drejtim, kanë qenë të faktuara, mirë po duke parë se vetë sistemi politik në Shqipëri ka probleme, edhe ankesat tona, edhe nuk besoj se do të cilin në një gjë që do të vlente. Besoj se do të jemi shumë aktiv në para ligjit elektoral që do të riartohet. Si aleati i Partisë Demokratike, cila do të ishte Partia Demokratike që ju do të jeni partner në 4 vitet e ardhshme dhe aleat deri në zgjedhje, por edhe më herët kemi zgjedhjet lokale, pastaj janë zgjedhjet e përgjithshme, një parti demokratike e konsoliduar, një parti demokratike që do të ishte realisht një lokomotiv e opozitës dhe që juve si aleat do ju ngjallte shpresa që do t'ju sillte sa më shpejt në pushtet. Shiko, Partia Demokratike i ka energjitë për të udhëhequr koalicionin opozitar me shpejtësinë e duhur, me vizionin e duhur, për të shkurtuar ditët e mazhorancës së sotshme. Unë besoj ke leadershipi i ri i saj, besoj se ka karakteristikat e një lideri që duhet të udhëheqë një opozit për të rritur besimin jo vetëm të aleatëve, por edhe gjithë shqiptarëve. Besoj se besimi shqiptarëve do drejtohet shpejt drejt do drejtohet drejt fokusit të gjithë opozitës dhe të qëllimit të saj prosperues që ka për kombin. Besoj që një analizë e shpejt së bashku me zgjedhjet që po zhvillohen në Partinë Demokratike, por sa më shpejt të bëhen këto zgjedhje, se sigurisht mbas zgjedhjeve në çdo parti politike ka dhe kontestime, duke njohur edhe realitetin e shkuarës, duke njohur sigurisht edhe demokracinë relativisht sado predispozicion të këtë leadershipi për të bërë zgjedhje të rregullta, kontestimet janë të pashmangshme. Unë do të thosha që një orë më parë të mbaronin zgjedhjet, një orë më parë do të mbaronin kontestimet, një orë më parë do të fillonte riorganizimi i gjithë opozitës. Përderisa mundësitë janë, për të riorganizuar, vizioni është, logjika politike është, energjia është, nuk ka pse të mos besojmë apo të mos bashkëpunojmë në një kohë. Sigurisht bashkëpunimi duket qartë që ka filluar edhe me organizimet e partive parlamentare. Partia Demokratike ka dalë qartazi përballë mazhorancës. Do të kurret dhe më edhe shumë në nivelet jo parlamentare që duhet përsëri një bashkëpunim më i dukshëm në përballë publikut. Do të mendoni se do të kurret në vijim opozita e sotme, largime aleatësh flas tuajt drejt Partisë Socialiste, dje morëm vesh lajmin e fundit pas takimit mes ish presidentit Zoti Topi dhe kreut FRD-s me zotin Ramo, po flitet një bashkëpunim mes këtyre dy forcave politike edhe në zgjedhjet lokale që do të vinë. Shiko, unë në kryet herës kam patur rezerva për partinë e Zotit Topi, si një parti që nuk ishte një program të caktuar, po ishte një parti që lindi për shkak të objeksioneve që ka patur leadershipi i saj në raport me leadershipin e para 23 qershorit të Partisë Demokratike. Dhe në këtë kontekst nuk besoj do të ishte një parti mbështetur në programe. Këto kanë qenë rezervat e mia për Frymën e Re Demokratike. Besoj që në këtë bashkëpunim nuk tregohet korrekte me votat që ka marrë, sepse para zgjedhjeve
ka predikuar se përfaqësonte ish pronar, ish përndjekur, është futur në territorin politik të ballë kombëtar demokrat për të qenë më i qartë, dhe kjo ka qenë dhe arsyeja që unë kam Për që më i patur. qartë dhe i sinqert ju ka lehtësuar punë nëse flasim kështu po. Jo. Sepse nëse dje pretendoi dhe mori votat e të pakënaqurve të Partisë Demokratike, po kryesisht ish përndjekurve dhe ish pronarëve, sot duke bërë koalicion me të majtën është edhe më e vështirë apo jo për të marrë Po sigurisht, votat e kësaj në shtrese. planin politik, qëllimi i Partisë Socialiste është të bëjë një diversion. Brenda, nëse do ta quajmë, sepse sido që të jetë frymëre demokratike, pavarësisht se deri tani ka absenuar me qëndrimin e saj politik, ka marrë një qëndrim neutral, konotacionin që ka ajo politik e ka sigurisht i përket frymës së djathtë. Në këtë kontekst, Partia Socialiste me këtë bashkëpunim kërkon të bëjë një diversion dhe për të tërhequr njerëzit që tu është pak kënaqur nga Partia Demokratike apo nga aleatët e saj. Do t'ja dalim mendoni? Besoj që jo, sepse riorganizimi i shpejt dhe energjik i opozitës me vizionin që ka majorancë e sotshme, besoj që është një gjë që është një tentativë që do të dështoj dhe koha do ta tregoj. Pa kohë kemi në dispozicion, zotë Roshi, por nëse flasim për 4 muajt e parë të qeverisjes Rama-Meta, po të qeverisjes nga ana e kryeministrit Rama, themi, do ta kishit më të thjesht që të bënit avokatin e kësaj qeverie dhe të performancës së saj nëse do të ishit pjesë e qeverisë, apo është më e thjesht për të bërë kritikun duke qenë kundërshtar politik i qeverisjes? Unë nuk është thjesht kritik kjo që drejtojmë drejt qeverisë, pavarësisht nga kundërshtit e këndvështrimeve tona politike, ne na ndajnë bindjet dhe mënyra, rrugët për cilat ne gjykojmë se rruga jonë është më e drejtë për të sjellë më shumë prosperitet për kombin, ndërsa e majorancës është tjetër gjë që pra është rruga e tyre që gjykojnë se bëjnë më mirë për shqiptarët. Unë besoj se është vështirë të jesh antar i një majorancë të tillë. Të paktën aleatët që ende nuk i kam mbledhur, ndihen më mirë të papërfaqësuar se sa të përfaqësuar. Ata i ka lehtësuar ndoshta deri në momentet e sotshme. Këto janë argumenta. Në fakt edhe zoti Meta nuk ka folur për 100 ditëshin realisht apo Lëvizjen Socialiste për integrim. Ata që të flasin për 100 ditëshin janë Partia Socialiste dhe kryeministri Rama. Unë kam ndjekur me vëmendje gjithë shfaqjen që kryeministri u mundua të jepte para shqiptarëve së bashku me ministrat. Ministrat përveç se të ngjanin si nxënës që nuk dinin mirë mësimin, nuk thanë një gjë konkrete para shqiptarëve, çfarë kishin realizuar në 100 ditë të tyre, u duk si një staf paraelektoral i një kryeministri, projekt kryeministri, po jo kryeministri që kishte marrë detyrën. Unë dalë vetëm tek politike jashtme, tek mosmarrja e statusit, tek vend njerëz ekstremistë, tek komunitete ekstremiste qoftë edhe politike që kanë ndikuar për mosmarrjen e statusit të vendit tonë. Dhe gjykimi im është ka qenë një emocion i tepërt i kryeministrit. Artikulimet e tij nuk të ngjajnë me artikulime të një kryeministri në një nga vendet e perëndimit apo vendet e qytetëruara, por të ngjajnë me artikulimet të një kryeministri që ose si një zë i largët i lindjes, që ankohet drejt për perëndimin. Kjo ishte me pak fjalë ankesa e kryeministrit përballë 4 fuqive të mëdha të Europës edhe të perëndimit. Gafat janë të pafundme në këto 100 ditë. Konsumi është sikur të ketë qeverisur për 4 vjet, ku realiteti ka qeverisur për 4 muaj. Ende problemet dita ditës shtohen dhe jemi shumë të befasuar se është një opozitë shumë e kollajt për ta bërë përballë kësaj qeverie. Do shohim rezultatin e zgjedhjeve lokale
dhe më pas të përgjithshme dhe zoti Roshi. Po, Mos nxitohemi. zgjedhjet lokale është tjetër gjë, kanë tjetër natyrë, Sigurisht nuk kanë se po. natyrë strukturale Jo, e qartë. për mirëqenien e gjithë shoqërisë, për besimin e brezave që vinë, këndvështrimi që shikojnë prindërit për të ardhmen. Do të jemi këtu sigurisht, do flasim edhe për zgjedhjet lokale. Unë besoj se këto 4 muaj janë 4 muaj të mbushura jo me suksese, por vetëm me dështime. Jo thjesht se jam kundërshtar i tyre politik, por nuk gjej dot një ta veçoj me përjashtim për të mos ta mohuar ftesës që ka bërë opozitës për të marrë pjesë në reformën territoriale. Me përjashtim të këtij gjesti apo akti, sa seriozisht e ka. Sigurisht që ka humbur besimin. Opozita nuk mund ta besojë, sepse vetë prishja e konsensusit që dha për nënpunësin civil, që në ditët e para të qeverisjes, do të thotë që humbi garanci tek opozita. Dhe ky është problemi i opozitës. Nuk është problemi se opozita nuk do të përfshihet për të diskutuar për reformën zgjedhore, sepse reformën territoriale, reforma territoriale ka karakter thelbësor, do të thotë karakter është niveli të rangut kombëtar, kështu që është në interes të opozitës dhe të gjithë klasës politike dhe të gjithë shqiptarëve, është determinues, do të thotë për vazhdimsinë e politikës në tërësi, zhvillimet shoqërore në tërësi, kështu që opozita vetëm se ndihet e pasigurt përballë ftesës së zotit Rama. Pra, zoti Rama të bën pjesë të lojës dhe në fund ngren kartonin dhe thot kam votat. Pra, është i pabesueshëm. Unë falenderoj zoti Roshi. Faleminderit për ftesën. Isha me zotin Artur Roshi, kryetari i Partisë Balli Kombëtar Demokrat. Kjo ishte intervista e mbrëmjes në orën 21, emisioni Fakt. Bashkë do të rishihemi në orën 0 deri atëherë, mirupafshim.